Lagja Marklula ka qenë ndalesa rrallës e kandidatëve të Partisë Socialiste në Shkodër. Në këtë takim ata morën mbështetje maksimale të banorëve duke i garantuar për një votë masive për numrin 5. Në hapje të takimit, këshilltarja bashkiake Alma Mehmeti u ndal tek investimi që pritet të nisë për pak ditë në rrugën Roza Lejnë. Është një rrugë që duhet ishte ndërtuar para 20 vjetëve. E kena kërku pa fund, patjetër po. Prit me 10 vjet tjera. Prit me 5 tjera. Prit me para 4 vjetëve. Ama, vetëm tesh në këtë 2 vjeçar, kam përshtypjen gjithë në adin, ajo është miratu, ka kalu në këshill bashkiak, dhe jo vetëm Roza Lejnë, po krejt dhe gëzimet e saj. Një projekt shumë i madh që kena prit 30 vjet, do presim edhe pak ditë sa po të përfundoj fushata zgjedhore. Kandidatët njëri pas tjetrit kërkuan votën për vazhdimsinë e investimeve dhe projekteve transformuese për Shkodrën. Data ashtu afru, kanë met vetëm 2 ditë që na tonë zbashku pa përjashtim me mbledh vullnetin e mirë, forcën tonë, me tant afër me familjar edhe një zani, po as i pik hezitimi, as ngurrimi, as dëshimi për me kërku votën edhe me votue masivisht Partinë Socialiste numrin 5, sepse është e vetmja forcë që ka kallëzue vullnetin e mirë që këtë Shkodër si qytet, si qark, me rrethina, me çdo skut sajen edhe çdo cep të vetin për me shue drejt zhvillimit edhe drejt ardhmes. Kam binjen që Shkodra më tepër se kur është e vendosur se këtë duhet votoj, se kujt i flet puna e jo fjalë boshe, me projektet që janë finalizu, ato projektet që kanë marrë jetë, ato projektet që janë plan për qarkun tonë, janë dëshmia më e mirë që Shkodra po ecë përpara në një kohë që për dekada ka kene harrume. Dhe mendoj që duke ju afru ditës të 11 majit, duhet jetë ekipi jon, ekipi i Partisë Socialiste, ai që ta kthej Shkodrën në kryeqendrën e rajonit siç i ka hije. Këto 3 ditë të fundit që kanë met, do të hapni fjalën dhe do t'ja kërkoni edhe një herë, për herë të fundit, votën për numrin 5 dhe për Partinë Socialiste. Do t'ja kërkoni votën për Partinë Socialiste, unë e them me zemrën plot, sepse ju jeni më të mirët. Ekipi i Partisë Socialiste është më i miri sot për sot dhe nuk ka tjerë më të mirë për me shtyn Shkodrën përpara, për me dhënë Shkodrën përpara dhe për me bërë gjatë më të mira për qytetin tonë. Këto 3 ditë është ditë me numru mrapsht edhe me zbardh faqen kryetarit, e gjithë zazë 5 edhe gjithë këtij ekipi kampion që do të jetë nesër përfaqësuesi juaj. 2 vitet e fundit ju kanë dhënë shembullin më të mirë se si kur hallet edhe problemet dëgjohen, edhe shkojnë në veshin e duhun, në veshin e personit që din me punu, edhe don me e bë ndryshimin vetëm me punë edhe jo me fjalë, çdo gjë është më mirë edhe drejt rrugës progresit. Për drejtuesin politik Benet Beci, kjo frymë transformimi për Shkodrën nuk duhet të ndalet dhe Shkodra duhet të ketë një numër të madh deputetash në Parlamentin Shqiptar nga Partia Socialiste. Mënyra më e mirë me punu fort është me punu me Partinë Socialiste, është me punu me Parlamentin, është me punu me qeverinë, është me kriju këtë kombinim shumë të suksesshëm që është pushtet lokal, qeveri qendrore. Çdo tjetër kush që do t'ja humbasi këtë përqendrim dhe këtë shënjestër, as nuk i do ju dhe as nuk e do këtë vend. Unë ju garantoj ju se po patëm një fitore të plot dhe do me thëndse në Shkodër. Zhvillimi është shumë më i kollajshëm, është shumë më i shpejt, edhe shumë më transformues se çka që ndonjëherë. Prandaj të lutem, ju kërkoj të gjithë të punoni fort. Kësaj radhe për Shkodrën, për shtëpitë tuaja, për familjet tuaja, dhe kjo bëhet vetëm duke votuar numrin 5 Partisë Socialiste. Vetë banorët u shprehen të kënaqur me atë çfarë po bëhet në Shkodër dhe projektet që tashmë kanë nisur.